Prokuroria e Tiranës kërkoi burgim të përjetshëm për vrasësit e ish drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku, krimi ndodhur mbrëmjen e 8 prillit të 2017 në Tiranë. Prokuroria akuzon Bledarian Bellin alias Ricardo Muho, si dhe shtetasin Kristaj Shletsi për veprat penale, vrasje punojësve të policisë së shtetit dhe mbajtja pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Sipas organit të akuzës, Bledarian Belli, i cili njihet si një person me rrezikshmëri të madhe shoqërore dhe në ndjekje nga organet hetimore policore prej viteve 2000, është hetuar dhe arrestuar në periudhën kur drejtoria e policisë së Vlorës drejtoi nga Artan Cuku për vrasjen e 2 shtetasve, Shpëti Muka dhe Ervin Shehu, krime të ndodhura në 30 nëntor të 2006-s. I pandori Bledarian Belli, një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe në ndjekje nga organet hetimore dhe policore prej viteve 2000, në vitin 2012 u hetua nga shërbimet e policisë në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës për ngjarje të rënda kriminale, konkretisht vrasjen e shtetasve, Shpëti Muka dhe Ervin Shehu, dhe falpunës hetimore në kohën që kjo drejtori drejtohej nga indjeri Artan Cuku, u arrestua dhe hetua për këto fakte penale, por më pas gjatë procesit gjyqësor doli i pafajshëm e u lirua, thuhet në njoftim. Por thekson prokuroria, gjatë procesit gjyqësor doli i pafajshëm dhe u lirua. Sipas organit të akuzës, në shenjë hakmarrje ndaj Artan Cukut për arrestimin, Bledarian Belli përgatiti vrasjen e ish drejtorit të policisë së Vlorës. Organi i akuzës informon se për të kryer krimin lidhi marrëveshje me Kristaj Shletsin dhe për të realizuar vrasjen takoi edhe Mikel Shallarin, të cilit ju premtua pagesë rreth 20.000 euro, e se do ta merrte në Gjermani pasi të kryente vrasjen, duke e bindur të kryej krimin.